Po dush me pas kujdes se ka disa sigurime që nuk përgjigjen. Nazim, ti din se na kemi qef me shku në Kosovë edhe me kep. A përgjigju çdo sigurim qofse ndodh në dam në Kosovë? Për fat mirë, shumica sigurime përgjigjen, po dush me pas kujdes se ka disa sigurime që nuk përgjigjen eksplicit në Kosovë. Aty duhet me pas kujdes sepse qofse kjerën në shtrenjtë dhe ndodh diçka, në atë rast nuk i kurfor sigurie, përveç kuptohet to haftpflikt e hit garantune pa foli përmes shtetit Kosovës, këtë aty në kufi që e pagun atë sigurimin, ama që ka të bëne me këtë tonë të shpafoli edhe për tajl kasko ose full kasko, nuk ki kurfor mbulese të disa kompani në Zvicër. Po dush me pas kujdes se ka disa sigurime që nuk përgjigjen. Nazim, ti din se na kemi qef me shku në Kosovë edhe me kep. A përgjigju çdo sigurim qofse ndodh në dam në Kosovë? Për fat mirë, shumica sigurime përgjigjen, po dush me pas kujdes se ka disa sigurime që nuk përgjigjen eksplicit në Kosovë. Aty duhet me pas kujdes sepse qofse kjerën në shtrenjtë dhe ndodh diçka, në atë rast nuk i kurfor sigurie, përveç kuptohet to haftpflikt e hit garantune pa foli përmes shtetit Kosovës, këtë aty në kufi që e pagun atë sigurimin, ama që ka të bëne me këtë tonë të shpafoli edhe për tajl kasko ose full kasko, nuk i kurfor mbulese të disa kompani në Zvicër.